do të thotë që në këto akse rrugë ka ardhur koha që të vjen radarët ashtu si dhe në shumë vende, çdo shqiptari që i ka rruga dhe shkon patjetër dhe një pjesë janë edhe antarë të Bashkimit Evropian, kupton shumë mirë ç'është sistemi i radarëve, pra vendosja e radarëve duke paralajmëruar disa metra, 250 metra, 300 metra, mbi bazën e aksit dhe shpejtësisë së lejuar maksimal të shpejtësisë në këto akse, e cila krijon, po themi, një lloj paralajmërimi për drejtuesit e mjeteve dhe duke futur sistemin tutor, pra se mund ta ulësh shpejtësinë përpara një radari, mund ta kalosh duke fishuar shpejtësinë, por është sistemi tutor i madh të shpejtësisë mesatare, e cila bën, po themi, një lloj jo vetëm disiplinë, por rrit dhe kulturën e drejtuesit të mjeteve. E dyta është vendosja e kontrollit, ku këta kamera në vetvete është një kuti. Ajo çfarë e bën kamerën interesante është software-i, është ajo çfarë i kërkon ti kamerës që tjetë. Dhe nëse software-et e montuar në ta janë me inteligjencë artificiale, patjetër kamera do të kryejë ato detyra që ti kërkon nga strukturat policore. Pra, jo vetëm matja e shpejtësisë, por edhe rastet kur mund të ketë informacione për targat vjedhura, makinat vjedhura, për siguracion të skaduar, për kontroll teknik munguar, për mungesë taksash dhe këto sinjalizime i shkojnë qendrës dhe në një moment caktuar në një nga daljet automjeti mund të bëhet objekt i një kontrolli ndaj nga patrullat e policisë. Pra duhet të jenë të drejtuara nëpërmjet inteligjencës dhe jo të kontrollohen në mënyrë spontane këtë kapi ke rruga